Në majat më të larta të malit të Munellës në zonën e Mirditës ndodhet miniera e Spaçit, të cilën prej 7 vitesh e shfrytëzon me të gjitha kapacitetet teknologjike dhe njerëzore kompania turke Tet Albania Tunnel and Mining, e cila kohët e fundit është vënë në qendër të vëmendjes për shkak të grevës një mujore të 65 minatorëve që kërkojnë përmirësimin e kushteve të punës dhe rritjen e pagave. Por për të rejat nga kjo grevë dhe problemet e pafundme të kompanisë turke do ju flasim pak më vonë, sepse në Mirditë shkuam edhe për një skandal tjetër. Ndaj, për të mësuar më shumë, udhëtuam për në zonën e Perlat Shebës, 20 km larg nga Rësheni, aty ku firma Tet Albania është duke kryer shpime me sonda për të zbuluar minerale me vlerë, kryesisht bakër, në mënyrë tërësisht të jashtëligjshme, sepse kuptohet për të kryer këtë aktivitet duhet patur një mal me dokumente të rregullta nga institucionet përgjegjëse. Një pjesë të cilave i kërkuam pas një ndalese në Bashkinë e Mirditës për të vijuar rrugën drejt fshatit Perlat, aty ku puna vijon me ritme të pandalshme, ndaj shpresojmë se në terren do të gjejmë edhe përfaqësues të kompanisë. Gjithë shqiptar jemi apo ka dhe tuaj? Jam Frard, jam gazetar nga emisioni Piranjat. Me kë mund të flas që si përfaqësues? Do you speak English? Yeah, sade Turkish, no English. Ndërsa ne po përpiqemi të gjejmë një gjuhë për të komunikuar me të vetmin turk, aty bëhemi dëshmitar të një momenti paniku ku një prej punonjësve shqiptar i thot diçka në turqisht kolegut të tij turk. Ambulans? Git. Araba, git rëshen. Është pranë punës të dri, ka kafshirë. Pavarësisht të dhimbjeve që i dallohen nga çerja e fytyrës, punëtori qëndroni ulur në heshtje në mungesë të ambulancës duke pritur që dikush ta transportojë drejt qendrës shëndetësore më të afërt. Pas pak çastesh, njëri nga turqit e merr me makinë dhe niset drejt spitalit në Rëshen, ndërsa ne shkojmë pranë vendit ku ishte vendosur një prej sondave. Aty ndodhej një tjetër bashkëdhetar i tij. How are you? No English. Edhe me punonjësin e dytë, komunikimi duket i pamundur, megjithatë përpiqemi t'i shpjegojmë me shenja se po kërkojmë të flasim me dikë që kupton gjuhën angleze. Dhe më në fund na ka kuptuar, duke na kaluar në telefon një kolegun e tij. My name is Frard, I'm journalist and I want to talk to you about some papers. I couldn't talk with you because I am not in charge about that. You just write your number, I will send the guys to talk with you. Okay. Na mbetet vetëm të presim se si do të bien dakord turqit, kohë që e shfrytëzojmë për të biseduar me punonjësit. Sa orë punojnë ditë këto sondat? Si keni kushtet tu? I referohet punonjësit që përfundojnë në spital, i cili me sa duket nuk pas ka qenë rast i izoluar. Mos ndoshta greva e minatorëve duhet të niste një herë këtu tek ta fatkeq që punojnë në kushte skandaloze, larg syve të institucioneve? No number? Përfaqësuesit e kompanisë turke Tet Albania krejt të vetëdijshëm sepse jemi aty na u shmangën duke i dhënë urdhër punonjësit të tyre të struket në kabinë. Sidoqoftë, disa gjëra duhet i bëjmë të qarta. Fundja nuk e kemi marrë kot gjitha rrugë. Shoqëria aksionere Tet Albania Tunnel and Mining është zotëruese e lejes minerare të kërkim zbulimit numër 1954 datë 26 korrik 2023 për mineralin bakër në objektin Perlat Sheb në Mirdit. Mirë po nga strukturat përgjegjëse të shërbimit gjeologjik shqiptar, më datë 1 shtator të këtij viti është propozuar pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë revokimi i kësaj leje për arsye se pas inspektimeve në terren nga strukturat përgjegjëse është konstatuar se shoqëria nuk ka realizuar volumet fizike dhe investimet e miratuara në projektin e zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim zbulimit. Thënë ndryshe, zotëruesi i lejes minerare ka dështuar në përmbushjen e planit të punës. Në përgjigjen zyrtare të shërbimit gjeologjik shqiptar bëhet me dije se kompania Tet Albania ka realizuar vetëm 1.43% të investimit total të planifikuar në 2 vite. Mirë po, shërbimi gjeologjik dhe Ministria e Infrastrukturës nuk janë të vetmet institucione që kanë urdhëruar ndalimin e punimeve nga kompania turke në zonën e Perlat Shebës. Më datë 25 shtator 2025, në njoftimin drejtuar këshilltarëve lidhur me mbledhjen e datës 30 shtator të Këshillit Bashkiak Mirdit vjetëres, në rendin e ditës ishte parashikuar diskutimi për 2 pika që lidhen me dhënien në përdorim me kontratë qiraje të fondit pyjor subjektit Tet Albania Tunnel and Mining në njësinë administrative Orosh, zona e Gurth Spaçit, aty ku ndodhet edhe miniera e Spaçit, si dhe në njësinë administrative Kthell, zona e Perlat Shebës. Mirë po. Pika 11
rendi ditës me projekt vendimin 3860 fraksion 2, si dhe pika 12 e projekt vendimit 3861 fraksion 2, tërhiqen nga kryetari i bashkisë. Kjo fjali që sapo dëgjua do të thotë se shoqëria Tet Albania nuk e ka miratimin as nga Këshilli Bashkiak për vijimin e punimeve në atë zonë. Por siç e shohim, sondat janë në punë 24 orë. Punë avion, pavarësisht se kemi një revokim kontrate nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe mos miratimin e lejes për shfrytëzimin e kësaj zone nga Bashkia e Mirditës. Këtu nuk ka asnjë përfaqësues të kompanisë, nuk ka asnjë përkthyes. Para pak çastesh ishim dëshmitar të një aksidenti në punë ku një punëtor u dëmtua dhe u mor me makinë dhe u dërgua urgjentisht në spital. Ndërsa shpresojmë që shëndeti i këtij zotërie të jetë përmirësuar, pyetja jonë mbetet e njëjta. Si mundet që kjo kompani të vijojë aktivitetin e kërkimit zbulimit në kushtet kur si Ministria e Linjës, si Bashkia e Mirditës ja kanë bllokuar punimet? Tani kthehemi aty ku e nisëm, te problemet ligjore të shoqërisë Tet Albania Tunnel and Mining, e cila zotëron koncesionin e minierës së Spaçit, por nga ana tjetër figuron me flamur të kuq për shkak të mos depozitimit të pasqyrave financiare vjetore, mbajtja e të cilave sipas ligjit është e detyrueshme. Firma është në pronësi 51% të grupit Ilbak Holding në Turqi. Muajin mars 2025, media turke raportuan se aksionerët e Ilbak Holding u arrestuan për mashtrime financiare, tendera korruptive dhe akuza terrorizmi. Aktualisht, me mas arresti në shtetin turk janë Murat Ilbak dhe Mustafa Ilbak, dy aksionerët e grupit Ilbak Holding. Shumë prona, llogari bankare dhe asete kompanish të grupit Ilbak Holding muajt e fundit janë sekuestruar nga shteti turk. Skandali merr për masa të mëdha pasi në vitin 2016, pak para marrjes së minierës së Spaçit me koncesion, zyrat e administratorit të kësaj kompanie, zotit Eyüp Batal, u bastisën nga policia turke. Sipas mediave atje, ai akuzohet për një mashtrim financiar mbi 3 milion euro kundrejt televizionit shtetëror turk TRT. Evazion fiskal, akuza për terrorizëm, mashtrim financiar. Ore, kanë filtra këto institucionet tona për përzgjedhjen e kompanive të huaja? Apo ç'i duam? Ndërsa problemet me shtetin turk janë vërtet të shumta, duket se edhe në Shqipëri Tet Albania vazhdon avazin, sepse përveç skandalit të punimeve në Perlat, të cilat vazhdojnë pa ndërprerje edhe sot që ne po flasim, në shkelje të plot të ligjeve të shtetit, kompania turke ka detyruar minatorët vendas që prej një muaj të nisin protestat për përmirësimin e kushteve të punës dhe rishikimin e pagave. Dhe rezultati? 10 punonjës janë pushuar nga puna. Një prej tyre është edhe ky 61 vjeçar me detyrë përgjegjës turni për pjesën e nën tokës. Kemi shkuar me kërkungit e rroga, kushte e gjëra që na takojnë, nuk na janë plotësuar, edhe vetë ju punëtorët e po të nevojshme të jemi të organizuar në një sindikat, sepse ajo është bureja jonë. Dhe me 16 gusht ne jemi futur në ombrellën e Konfederatës së Sindikateve të Shqipërisë, në Federatën e Industrisë. Mirë, po këtu nisi përplasja e parë mes punonjësve dhe kompanisë Tet Albania, pasi kjo e fundit nuk e njeh formimin e sindikatës. Ndaj më datë 18 shtator 2025, firmës Tet Albania i dërgohet një shkresë për ulje në tryez diskutimi lidhur me nënshkrimin e kontratës kolektive. Iniciativa për dialog dhe për gjetjen e gjuhës së përbashkët vijoi me një shkresë të tretë më datë 9 tetor dhe një e katërt 2 ditë më pas. Por sërish asnjë përgjigje. Pastaj u drejtuam zyrës pajtimit dhe atje do shtoj për faktin se ata ngulshin këmbë se sindikata është e paligjshme, protesta jone, greva jone është e paligjshme etj. Se sa e paligjshme është sindikata e sapo formuar apo greva që minatorët kanë organizuar, mjafton të shohësh nenin 10 të kodit të punës, ku thuhet qartë se liria sindikale mbrohet me ligj dhe se askush nuk ka të drejtë të pushojë ose të cënojë të drejtën e punëmarrësit për shkak të antarësimit në një sindikat të krijuar në bazë të ligjit. Gjithashtu në nenin 197 të kodit të punës thuhet se e drejta e grevës garantohet nga kushtetuta. Prandaj e vetmja që ka shkelur me të dyja këmbët ligjet e shtetit shqiptar është kompania Tet Albania, e cila në shenjë hakmarrje ka vepruar me dorë të hekurt ndaj punonjësve të saj. Pika e vlinit ka qenë momenti kur më kanë hequr turnin në mes turrit të dytë dhe më kanë lënë komplet brigadën nën tokë pa drejtuesin teknik. Pastaj janë heqë 16 të tjerë, pas janë heqë 46 të tjerë, janë 62 veta të larguar. Kompania e ka bazuar urdhrin e pushimit te mosparaqitja e punonjësve për ditë me radhë në vendin e punës, pavarësisht se ata ishin në një grevë të ligjshme për kushtet e tyre. Situatë kjo që vuri në alarm institucionet të cilat një javë më parë zbarkuan në minierën e Spaçit. Ajo fleta është pushim nga puna. Derisa të dalë, nëse greva është e ligjshme apo e paligjshme nga gjykata, ky
do të lejt parron, familjen tënde do të lejt parron. Numri 2 i Inspektoratit të Punës, e cila paguhet me taksat e këtyre minatorëve dhe qindra e mira shqiptarëve të tjerë, del nga zyra administratorit turk dhe flet me tone kërcënuese ndaj punonjësve. Duke lënë të nënkuptohet se ata duhet heqin dorë nga greva ose përndryshe do të mbesin pa bukë. Dhe sigurisht këto tone kërcënuese nga zonja Qose nuk mund të kalonin pa u vënë re nga minatorët. Unë për vete kam jetu 20 vjet jashtë. Atje nuk nga trajtu siç po trajtohemi këtu në Shqipëri. Jemi emigrantë, trajtohemi më mirë. Dhe dim vendin tonë, trajtohemi me klasë. Kjo vërejtje e minatorit më shumë se sa për pronarët turq të kompanisë është për zonjën e ardhur nga Tirana. Ndaj pas një bisede me minatorët që zgjati vetëm pak minuta, nuk u arrit asnjë konsensus. Ne nuk ulemi në një tavolinë me qelë të pabarabartë. Ne tolerojmë, ata tolerojnë asgjë. Ai thotë jo, nuk mund të vijë përfaqësuesi i sindikatës. Duke qenë se 62 persona kanë zgjedhur 2 persona si përfaqësues të tyre, pse nuk i pranoni këta 2 persona? Ata e kanë vendosur që personat që nuk janë të kompanisë nuk marrin pjesë në diskutime. Por ndërsa minatorët hezitojnë të hyjnë në një debat i cili kërkon njohje ligjore, përfaqësuesi i ministrisë tregohet i drejt për drejt. Me ta, kuptohet, jo me turqit, sepse shteti ka punë të tjera, nuk ka kohë të merret me hallet e minatorëve. Unë është kaq desha për me marrë përgjigje që ju nuk pranoni, atëherë i kemi përfaqësuar. Edhe papa po të ishte, fillimisht do të mundohej të gjente ndonjë zgjidhje ligjore përpara se të shkonte te Zoti. Sidoqoftë, shteti i iku, duke i lënë të gjithë pas zgjidhje dhe të zhgënjur, mes malesh në mes të ftohtit, ama të bindur se të nesërmen do të jenë sërish pa punë, po aty, para derës së kompanisë duke kërkuar të drejtat e tyre. Do të rrim që do si bora sigurim të net? Po. Me këto thirrje në korë të minatorëve të Spaçit, të cilët konfirmuan një zëri vijimin e grevës deri në plotësimin e kërkesave të tyre, u mbyll edhe dita e 30 e protestës.